Në prag të parashikimit të hetimeve të rirregjistruara më 7 tetor 2020, prokuroria e posaçme i ka komunikuar një ditë më parë akuzën si i dyshuar për shkelje të barazisë në tendera kryebashkiaku të Ersekës Erion Isai. Së bashku me Isain është komunikuar e njëjta vepër edhe 6 punonjësve të njësisë së prokurimeve në këtë bashki. Burimet thanë se procedimi penal lidhet me një tender me vlerë gati 3 milion lekë, punimet e kryera dhe mbikëqyrjen në ujësjellsin e Kozelit. Erion Isai, siç bëjmë me dije burime, ishte në SPAK të martën ku dhe i është njoftuar mbyllja e hetimeve dhe akuza nga një hetuese e Byros Kombëtare të Hetimit. Siç rezulton në shkresa, procedimi u hap pas denoncimit të dorëzuar në SPAK nga inxhinieri Romeo Nazarko e më pas nga një avokat i cili pretendon se në këtë tender është favorizuar nga bashkia Entel Alcano, që kishte rolin e subjektit mbikëqyrës. Isai, i thirrur më herët dhe i pyetur nga kjo prokurori, e ka hedhur poshtë akuzën duke insistuar se nuk ka kryer vepër as ai dhe as vartësit e prokurimeve dhe se investimi është kryer me vlerë favorizuese për shtetin.